Funksionimi i ansamblit muzikor të Tetovës nuk rrezikohet nga fuzionimi i mundshëm me ndonjë institucion tjetër, thot kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, duke shtuar se fokusi kryesor do të jetë në punësimin e kuadrove të reja në këtë institucion. Kasami vlerëson se nuk është në pyetje vetëm ansambli muzikor i Tetovës kur flitet për fuzionim institucionesh, por edhe shumë institucionet e tjera në umbrellën e Ministrisë së Kulturës, ndërsa e gjithë kjo sipas tij bëhet në të mirë të kulturës dhe qytetarëve. Për ne është me rëndësi që të ketë punësime dhe ai ansambël të jetë në shërbim të kulturës tetovare. Pjesa tjetër është çështje organizative. Nuk kam informatë se ka vendim përfundimtar, përmenda ka një raport ku ansambli është në kuadër të 10 institucioneve të kulturës në rang shtetëror, të cilat do duhet të riorganizohen me të vetmin qëllim që të jenë më funksional, sepse ne kemi plot institucione të cilat kanë mungesë të administratës. Pra, te ansambli nuk është vetëm pjesë e punëtorëve kulturor, por është edhe çështja e administratës ku ne në shumë institucione tjera kemi mungesë të administratës. Pra është çështje organizative për ne është më rëndësi që ansambli të ketë punëtorët kulturor të punësuar dhe ata të jenë në shërbim të kulturës tetovare, por edhe një herë po e potencojnë, nuk ka vendim përfundimtar, janë analizat cilat bëhen, nëse në rang shtetëror do të vendoset për riorganizimin e gjithë këtyre institucioneve, atëherë sigurisht që do të përfshirë edhe ansamblin. Nëse do të vendoset që të mbeten ashtu siç janë, atëherë do të mbetet edhe ansambli. Në përputhje me ligjin për kulturë, Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka hartuar draft tekstin e strategjisë kombëtare për zhvillimin e kulturës për periudhën 2026-2030, së bashku me planin e veprimit. Në dokumentin strategjik përfshihen analizat e gjendjes në fushën e kulturës për periudhën 2019-2024. Në dokument thuhet se në vitin 2023 u themelua ansambli muzikor i Tetovës, i cili ka kapacitet të kufizuar hapësinor për veprim, me vetëm 2 të punësuar. Sipas statutit, ansambli është i parapartë të përfshijë kor, orkestër dhe band, dhe në këtë kuptim, gjendja aktuale nuk reflekton kapacitetin e tij të vërtet, por vetëm një fazë të përkohshme të zhvillimit të papërfunduar. Pak para fazës së përfundimit të punësimit të 19 artisteve dhe 3 administratorëve në ansamblin e Tetovës, qeveria e Maqedonisë së Veriut solli vendim për bllokim e të gjitha pëlqimeve për punësim që ishin dhënë deri para shpalljes së zgjedhjeve parlamentare, që atëherë nuk janë realizuar punësime në këtë institucion, ndërsa procedurat janë zvarritur. Si pasojë, ky institucion mbeti pa artist dhe pa administrator, vetëm me 2 të punësuar, ndërkaq që aktivitetet vjetore deri më tani ka realizuar përmes angazhimit të artisteve me kontrata në vepër. Ministria e Kulturës nuk përgjigjet në pyetjet gazetareske nëse do të mbyllet ansambli muzikor i Tetovës dhe pse deri më tani nuk janë realizuar punësimet në këtë institucion.